Sot unë dalë koklartë, kryelartë, ballhapur para tetovarëve. Tetova 4 vite të ardhshme do zhvillohet në bazë të strategjisë për arsim. Fillimisht faleminderit për mundësinë, është debati i parë. Faleminderit edhe kundër kandidatit që ju dha mundësinë qytetarëve të Tetovës që të bashkëbisedojmë dhe të ofrojmë vizionin tonë për Tetovën. Duke pasur parasysh që Tetovën e gjeta në një gjendje të katrahurës me 24 milion të evidentuar borxh komunal, me një administratë të çorientuar, pas një dokument strategjik, nga momenti i parë ju futa punës në gjitha kajet. Duke punuar në zvogëlimin e borxhit komunës, arrita për 4 vite ta përgjithësoj, duke ndërtuar Tetovën dhe njëherësh duke përpiluar dokumente strategjike në bazë të cilave Tetova do ndërtohet në 4 vite të ardhshme. Sot unë dalë koklartë, kryelartë, ballhapur para tetovarëve, sepse le që dalë me një program të thukt dhe koncis zgjedhor, në të njëjtën kohë kemi arritur të përpilojmë 6 dokumente strategjike në bazë të cilës Tetova do të zhvillohet. Pra, duke nisur nga plani për zhvillim ekonomik lokal, pra Tetova 4 vite të ardhshme do të zhvillohet në bazë të një plani strategjik të përpiluar nga ekspert, duke vazhduar me master planin për ujin, kur kam ardhur në Tetovë, le që e kam gjetur Tetovën pa ujë të pishëm, por nuk kam gjetur asnjë dokument strategjik se ku dhe cilat janë prioritetet për të intervenuar, për të përmirësuar furnizimin me ujë të pishëm të Tetovës sonë. Pastaj do të zhvillohet në bazë të një plani social, duke ditur që qytetarët kanë nevojat e tyre sociale. Ne 4 vite të ardhshme do zhvillohemi në bazë të këtij plani social. Strategjinë për zhvillimin e arsimit. Tetova 4 vite të ardhshme do zhvillohet në bazë të strategjisë për arsim, në të cilën parashihet që synimi të jetë brenda një periudhe 4 deri 5 vjeçare Tetova të ketë mësim në një ndrim. Pastaj strategjinë për zhvillimin e turizmit. Kur flasim për turizëm, ne duhet ta dimë se cili është rrugtimi jonë dhe cili është udhërrëfyesi jonë. Dhe përfund strategjinë për zhvillim të voluntarizmit, ku kryesisht është parapar se si rinia jonë do të zhvillohet në të ardhmen.